ka qenë dhe tabela e pronësimeve, e certifikatave të pronësisë, por duket se zyrë shtypit i ka shpëtuar, kështu që po ato janë dhe ato qindra certifikata pronësie. Pra, ky është një shembull i përdorimit të shtetit partjak, shtetit elektoral, për të blerë vota nëpërmjet ushtrimit të paligjshëm antiligjor të fuqisë ekzekutive. Këto janë vetëm njëri aspekt. Aspektet tjera do paraqiten në ditë të ardhshme, të cilat kanë të bëjnë me certifikatat e pronësisë, kanë të bëjnë me lejet të ndërtimit, që janë të pafundme. Është bërë një vërshim i madh dhe një mori e pafundme lejesh ndërtimi, merrmetimesh, ndërtimesh në fshat, por dhe në qytetet, cilat do paraqiten në ditët që vijnë.